Rreshjet e dendura të muajit nëntor kanë shkaktuar dëmtime të konsiderueshme në infrastrukturën rrugore rurale në territorin e bashkisë Tropoj, duke sjellë vështirësi në qarkullim dhe akses për banorët e disa zonave. Menjëherë pas situatës së krijuar, strukturat e bashkisë Tropoj janë angazhuar maksimalisht, duke vënë në dispozicion të gjitha kapacitetin njerëzor dhe teknik për ndërhyrje emergjente dhe rikthimin e rrugëve në gjendje funksionale. Mjetet të rënda dhe ekipet e punës po operojnë në disa akse njëkohësisht, me fokus hapjen e rrugëve të bllokuara dhe stabilizimin e segmenteve më problematik. Sipas së bashkisë Tropoj, puna po vijojnë pa ndërprerje, ndërsa prioritet mbetet garantimi i aksesit për banorët, shërbimet emergjente si dhe zhvillimi normal i aktivitetit të përditshëm në zonat e prekura. Autoritetet vendore bëjnë apel për kujdes gjatë lëvizjes në rrugët rurale për shkak të terrenit të lagshtë dhe rrezikut të rrëshqitjeve, ndërkohë situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme dhe në varësi të kushteve atmosferike, ku pritet ndërhyrje të mëtejshme për riparime afatgjata të infrastrukturës.